Kultura arbëreshe. Arbëreshet janë një minoritet gjuhësor dhe kulturor i pranishëm në pjesën jugore dhe ishullore të Italisë. Ky komunitet i lash përbëhet nga rreth 100.000 banor, të quajtur arbëria, dhe mes tyre të paktën 80 i flasin ose kuptojnë variantin e tyre vendas të arbërishtes. Italiano-shqiptarët janë të shpërndarë në rajone të ndryshme të Italisë, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia dhe Calabria, ku ndodhet edhe komuniteti më i madh me mbi 58.000 banor. Nga vendlindja e tyre arbëreshët përveç gjuhës një mrekulli e vërtet, po të kemi parasysh se është një gjuhë që ka rezistuar për 6 shekuj dhe është transmetuar vetëm gojarisht, ruajnë edhe një varg të tërë fetare, kulturore dhe gastronomik. Një identitet që ende bazohet në ritet fetare, shumica e 50 komuniteteve ende ruajnë ritin bizantin gjatë liturgjisë, zakonet, artin dhe gastronomin, të transmetuara me xhelozi brez pas brezi. Shqiptarët e Italisë janë, pra, pjesë e asaj trashëgimie të pasur të diversitetit gjuhësor dhe kulturor të pranishëm në vendin tonë, të mbrojtur nga vetë kushtetuta, siç parashikohet në nenin 6 dhe nga ligji i vitit 1999, i cili e njeh Shqipen ndërgjuhët për t'u vlerësuar. Një nga karakteristikat e veçanta të kësaj gjuhe është mungesa e fjalëve për emërtimin e koncepteve abstrakte, të zëvendësuara gjatë shekujve me perifrazë ose huazime nga gjuha italiane ose greqizma. Të folmet arbëreshe duke ruajtur tipare të përbashkëta në strukturën e tyre fonetike, morfosintaksore dhe leksikore, shënojnë ndryshime të konsiderueshme nga vendi në vend. Gjuha shqipe në Itali mbrohet me ligjin e 482 në mbrojtje të pakicave gjuhësore historike. Gjuha e folur nga arbëreshët është arbërishtja, një varietet i lashtë i toskërishtes, tosk, një dialekt jugor i shqipes. Në disa qendra përzihet me lakimet e marra nga geg, dialekti i folur në veri të Shqipërisë, me greqishten e vjetër dhe me ndikime nga dialektet jugore të Italisë që u zhvilluan gjatë qëndrimit të tyre në këto zona. Gjuha arbëreshe është, në fakt, një ishull i vërtet gjuhësor i traditës që ka transmetuar vlerat e saj gjuhësore, kulturore dhe fetare ndër shekuj. Aglomeracionet e përhapura urbane të vendeve shqipfolse u krijuan sipas dispozitave mbretërore të Filipit të Jitë, të ndërthurura me rregullat zakonore në modelin social të familjes së zgjeruar. Qytetet policentrike të lindura sipas nevojave shekullore të familjes shqiptare karakterizoheshin nga aglomerate të përbëra nga 2 ose më shumë familje, përgjithsisht 2 vëllezër me gra, fëmijë dhe prindër. Aglomeracionet e përhapura urbane të vendeve shqipfolse u krijuan sipas dispozitave mbretërore të Filipit të Jitë, të ndërthurura me rregullat zakonore në modelin social të familjes së zgjeruar. Këto njësi formuan atë familje të madhe që mbetet e identifikueshme edhe sot në trevën historike të arbërisë. Kur arbëreshët të organizuar kështu mbërritën në Itali, u vendosën pranë kishave apo ikonave famulitare, sepse i lidhnin 3 element karakterizues: gjuha, zakonet dhe feja e ritit bizantin grek. Komunitetet kanë mundur të mbajnë gjallë gjuhën, kultin e mikpritjes, zakonet dhe traditat, si dhe kuzhinën dhe gastronominë e trashëguar me dashuri dhe pasion.